Skënderbeu është eliminuar me turp nga turi i dytë i Ligës së Kampionëve pasi është mundur edhe në ndeshjen e dytë në transfert kundër Apoel Nikosias 4-0. Korçarët dalin kështu jashtë Europës në debutimin e tyre historik në këtë kompeticion, fal humbjes së 2 fish në të dy takimet, ku rezultati i përgjithshëm fiksohet 6-0 për kipriotët, të cilët ndeshjen e parë e kishin fituar 2-0 në Shqipëri. Në takimin e kthimit të luajtur në Nikosia para më shumë se 19.000 tifozëve, Skënderbeu ka mundur të rezistojë vetëm në 45 minutat e para, duke mbrojtur me shumë forca e duke mbajtur rezultatin në shifrat 0-0. Por të theksuar edhe një gol i anulluar për Muzaka në minutën e 28 për pozicion jashtëloje. Ndërkohë në fraksionin e dytë, korçarët janë shkërmoqur ashtu sikur se ndodh shpesh me ekipet shqiptare. Në minutën e 59 është Esteban Solari që hap serinë e golave për vendasit, të cilët dyfishojnë në minutën e 66 me anë të zëvendësuesit Ailton. Goli i tretë për Apoelin vjen në minutën e 80 nga Adorno, ndërsa pokeri i vendas mbyllet në minutën e 86 me autor kapitenin Karalambidis. Por të theksuar në këtë takim 13 minutat e heshtjes të mbajtura në stadium për nder të 13 viktimave, të pak ditëve më parë në Kipro, ndërsa në mes të tifozëve nuk munguan sërish banderolat dhe thirrjet pro Vorio Epirit.